Është finalizuar projekti i nisur 3 vite më parë për furnizimin me ujë të pijshëm të disa fshatrave në bashkinë e Klosit, mes tyre ishte edhe fshati Klos Katon. Banorët e këtij fshati vuanin mungesën e ujit për të pirë për dekadash, gjë e cila kishte detyruar shumë prej tyre ta braktisnin vendlindjen. Ndërkohë, ditët e fundit në rrjetin e ri të ujësjellësit ka ardhur ujë i pijshëm dhe tashmë do po përdoret nga vetë banorët. Këta të fundit shprehen se tashmë një nga problemet më madhore është zgjitur, siç është uji për konsum, të cilin e siguronin ose në burime natyrale të largëta ose në puse. Ata shpresojnë që të mos kenë mungesë më të furnizimit me ujë për konsum në vazhdimsi. Një tjetër problem që mbetet ende i pazgjitur për banorët e këtij fshati është uji i vatitës. Po, që ka ardhur këno, mos 50 vjeç. Uji i pijshëm. Uji i pijshëm po, si. Uji i vatitës kimi? Vatitës po. Uji i pijshëm vjen, ka ta morë, të më mëse, s'ka dru bëllok i kështu. Po kim për të. Po kim pas vit. Po 50 vjeç më merr ujë tu. S'ka ujë. Ke burimet, ke pusi. Përfundimisht, inshallah tani nuk më. Si të kesh ujë, mos harxhem, mos ushore kush me to. Mos i qester, sa je pe di. Pa qesteri ka pusat ja, ka qesteri ka mush me pus. S'ka ujë vetë diski zonë, ti poshtë. Projekti i cili nisi zbatimin 3 vite më parë përfshin fshatrat Klos Katon, shën gjuhën e plani i bardhë në bashkinë e Klosit.